Flamurtari fitues i Kupës së Shqipërisë në futbollin e sallës. Aktiviteti i zhvilluar në Shkodër për 3 ditë me radhë ka përballur ekipet më të mira në këtë sport, me Flamurtarin që më në fund ka dalë fitues. Në ndeshjen gjysmëfinale, ekipi i Flamurtarit ka fituar ndaj Tiranës në shifrat 7-2, ndërsa në finale poshti ekipin e Vllaznisë me rezultatin 3-2, duke marrë edhe Kupën e Shqipërisë. Trajneri i Flamurtarit në futbollin e sallës, Mario Kalus, e ka cilësuar një dhuratë edhe për qytetin këtë trofe në këtë fundvit, ndërsa sipas tij ishte një aktivitet shumë i luftuar dhe me ekipe me mjaft cilësi. Trofeu i parë dhe mund të themi një mbyllje suksesshme në vitin 2025, Flamurtari në futsal fitues i Kupës së Shqipërisë. E vështirë, por mbi të gjitha emocion. Gjërat kur arjen me shumë vështirësi janë në fund bën shumë të bukura dhe ndihesh shumë i plotësuar. Gjithsesi kjo ishte dhurata më e bukur që mund të bënim qytetit dhe gjithë sportazhëve tanë që na kanë ndjekur gjysmëfinale, finale të Kupës së Shqipërisë nëpërmjet live, nëpërmjet Facebookut, sepse ishin ndeshje që u transmetuan live. Mund të kenë qenë finale nga më të fortat që kemi 20 vite që u merrem me këtë futsal. Ishte një finale sinqerisht spektakolare. Sa të vështira ishin këto ndeshje, për parasysh edhe ekipet pjesëmarrëse? Dihet që ekipet pretendente, ekipet më të forta këtë kampionat janë Tirana, Vllaznia dhe Flamurtari. Ndeshja gjysmëfinale ishin 2 ndeshje shumë të forta, ishin domethënë më tezë ndeshje derbi. Tirana kishte një ekip kombëtar, mund të themi me lojtar kosovar, me lojtar brazilian. Dhe ekipi tregoi një profesionalizëm që nuk e kisha parë ndonjëherë. Kurse për sa i përket finales, Vllaznia kishte bërë një ekip shumë të fortë. Një ekip që më befasoi, falë eksperiencës sonë, falë çunave që dhanë shpirtin në fushë dhe falë dhe fatit, sepse po s'ke dhe fatin me vete, atëherë duhen plotësojnë të gjithë janë komponentë që duhet fitosh. Ne arritëm një fitore shumë të mundimshme, por shumë të bukur. Tashmë sipas trajnerit Mario Kalus, pas fitores së Kupës së Shqipërisë, vëmendja shkon tek kampionati, aty ku Flamurtari synon edhe titullin kampion. Mund të themi që edhe pse zgjuan qytetin e Shkodrës, Flamurtari tregoi atë se çfarë do të synojë edhe në kampionat. Absolutisht po. Domethënë kjo konfiguroi edhe një tjetër që ne duhet të fitojmë kampionatin 2025-2026 të sillim trofeun në Vlorë. Flamurtari i futsallës shton kështu një tjetër trofe, duke marrë edhe Kupën e Shqipërisë në aktivitetin e zhvilluar në qytetin e Shkodrës, ndërsa tashmë vëmendja shkon tek kampionati.